Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, përshëndetje për të gjithë ju miq të ekranit të televizionit Koha. Takohemi së bashku edhe sot në pasditën tonë të zakonshme dhe sot do të jemi bashkë në transmetimin tonë të drejt për drejt ku do flasim për temat aktuale të ditës së sotme. Në pjesën e parë të emisionit do të ndërlidhemi me personalitetet e parë ku do të flasim për një temë të bukur që ka të bëjë me letërsinë, me artin dhe me krijimtarinë. Lirika Majhoshe Tetovare është botimi i fundit apo libri i fundit i autorit Liri Malia, një libër i veçantë do të thoja, që në vete përmban dialektin tetovar, por do të flasim për këtë libër dhe për veprimtarinë e biografinë e personalitetit të ftuar sot në studion ton. Kemi pra vetë autorin e librit, zotri Liri Malia. Përshëndetje, mirë se na erdha, zotri Malia. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën dhe konsideratët gjithashtu. Falenderoj juve si moderatore edhe gjithë stafit të TVK-s. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Shpresoj të kalojm një pasditë të këndshme. Sigurisht, faleminderit shumë që na keni nderuar dhe ju përgëzojmë për librin tuaj, për cilin do flasim gjatë këtij emisioni. Por përpara se të flasim për veprimtarinë tuaj, ne të prezantojmë edhe nxënësen Enesa Fetaj që na ka nderuar me praninë e saj sot në emision. Përshëndetje Enesa, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që na ke nderuar. Fillimisht mund të bëjmë një prezantim për ty? Unë quhem Enesa Fetaj, nxënëse e shkollës Fanoli Trebosh dhe jam në klasë të 9. Enesën sot në emision e kemi të ftuar si pasojë asaj që ka qenë recituese në promovimin e librit Zotri Alia, ku do të shohim pra se si ka recituar poezitë e bukura të këtij autori të madh, por do ta shohim brenda emisionit. Fillimisht Zotri Alia, mund na flisni pak për veprimtarinë tuaj, për biografinë tuaj, një letër njoftim të shkurtër? Po, besoj se shumica e dinë, më njohin, po megjithatë do i them disa gjëra. Kam lindur në fshatin Çiflik, më thonë ju e dini ku është, në ato fshatrat e Dervendit. Shkollën fillore e kam kryer në Vendingje, gjimnazin e Tetov, pastaj 2 vite për studime në Prishtinë, filluan konfliktet trazirat, u detyrova të ndërpres, kështu që u largova edhe nga dheu për disa për arsye ekonomike, kështu gjëra. Mirë po, nuk i harrova që të kthehem sa më shpejt, edhe pse vazhdoja të rinë në Itali. Erdha pak me vonesë, mbarova fakultetin gjuhë dhe letërsi italiane në Universitetin e Tetovës, edhe master gjuhë dhe letërsi shqipe. Jam marrë gjithmonë, më kanë tërhequr artet e bukura, piktura, muzike, gjëra, por ajo që gjithmonë ka qenë, më ka shkëlqyer gjithmonë, e kam patur, domethënë në përdeje, ka qenë letërsia, sidomos poezia. Kështu që kjo i rash pak më shkurt se keni studiuar në fakt për gjuhën, pse pikërisht gjuhën italiane vendosët ta studioni? Është një dukuri pak a shumë e rrallë këndej nga ne. Po, është interesant se unë me që punoja atje, edhe e mendova një gjë, nuk e dija që ka këtu katedër të gjuhës dhe letërsisë italiane, unë nisa për diçka tjetër, mirë po disa kolegë tashmë ishin edhe pse të moshës tim i takova edhe si profesor, më sugjeruan, thanë, do ishte mirë që ta studiosh edhe pse e njeh unë, më thellësisht gjuhën italiane, se ndoshta do ketë nevojë edhe për kthime, krahasime letërsisht, andaj këndej, pak si nevojë më shumë, po edhe dëshirë kisha që ta perfeksionoj gjuhën italiane. Edhe kështu ndodhi, pastaj për master ose magjistraturë nuk ishte këtu. Gjuhë italiane. Edhe kalova në gjuhë dhe letërsi italiane, po mirë u bë kjo, se më është nevojite, se merrem edhe me përkthime nga italishtja dhe anas tjetras, kështu që ju ndihmon edhe më shumë edhe në profesion, por edhe me që jetoni në Itali, besoj që është edhe më bukur të jesh shkolluar për gjuhën të cilën edhe në vendin ku jeton. Megjithatë, keni botuar, mund të themi librin tuaj të parë, Lirika Majhoshe Tetovare. Është libri juaj i parë ky? E tash këtu edhe s'është libri i parë, pse? Një sqarim. Para 5 vitesh unë e botova librin e parë, mirë po aty ishin gjëra, edhe pse isha në Itali, gjërat nuk shkuan ashtu siç deshëm, ato, më thonë, se dikush ma sugjeroi gjitha poezitë që i kam t'i fus në një libër, i gurumbullova, por doli keq, sepse kishte aty të zhanreve të ndryshme, edhe ato që ishin në dialektin ton, edhe ato tekstet e këngëve, poezi në gjuhën standarde, poezi deri diku për të ri ose fëmijë, domethënë kretë aty ishin të grumbulluar dhe pasë nuk ja vlente. Edhe tash pse e them libri i parë, sepse
me qëra fjala, duhet ta theksoj, para disa muajve, kur u ktheva nga Italia dhe një shok i moqëm që e kam, që është i fushë dhe një shumë mirë gjëra, sidomos botimin, Enver Neziri, më sugjeroi, tha, kështu, ti tash tu që balma, e ke vonuar veten, do fillosh me botimin, duke ditur se unë kam gjëra të gatshme, ama do fillosh kështu. Do t'i marrësh vetëm poezitë në gjuhën, në të folmën tonë, në dialektin tonë, edhe atë vetëm lirikat, se a e kishë vret që ka aty, ma parë, të libri parë kishë edhe politike, sociale, qortime, kështu, sarkazme të përuar, i hoqëm ato, këtu janë vetëm lirikat. Ju besoj se kuptoni që domethënë ato poezit idilike, natyra, vendinjat, dashuria, shprehur ashtu, mirë po në të folmën tonë, mendoj të pologut ose të tovare. Dhe kështu i ja bëm, botimi, u botua libri, doli nga shtypi para 2 javësh, kështu që jam i kënaqur edhe me botimin, me radicën, duhet ta falenderoj edhe atë redaktorën që edhe më ndihmoi dhe përfaqosën formatimin e librit, me Rejm Kajolli nga Shkupi. Gjithë ato që më dhanë, më shtytën, më përkrahen, pastaj atë pjesën tjetër kur u bë promovimi do flasim. Po, sigurisht. Do me thënë, keni përdorur dialektin tetovar në këtë libër, poezit e këtij libri apo lirikat janë në dialektin tetovar. Juve personalisht, do me thënë, ju pëlqeu një gjë e tillë ta bëni në gjuhën tuaj amtare, apo e kishit si kompleks? Sepse shumica e të rinjve tetovar sikur nuk duan ta flasin tetovarsin ashtu siç është. Këtu tash me që sepse do të botohet libri dhe do ta kenë në duar për shembull edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës. Me që i takoj një brezi që, domethënë, që kam kaluar shumë gjëra, edhe disa sisteme, edhe disa epoka, mund të them kështu. Pse në dialektin tetovar ose në të folmën tetovar, para shumë vitesh, 20 vjeta më shumë, e morëm si humor. Ama serios, jo për shembull diçka me shaka. Me disa aktorë të ri dhe një regjisor kishin një si ide, bëjmë diçka humoristike, domethënë në të folmën tonë. Atëherë më kujtohet, domethënë sapo kish filluar një nga rrjetet e para sociale, Facebooku, domethënë kështu, edhe lidhëm me atë, domethënë ishte kohës të rinjt, si të përballoj, si të merren, pastaj pse e them si humor, se aty te libri është një protagonist që shfaqet ndonjëherë si 20 vjeçar, ndonjëherë si 40 ose 50 vjeçar. Domethënë i bën ai protagonisti që një qap, një sqarim të shkurt, domethënë ai shikon se i ka kohë, domethënë të takojë një vajzë, ka kohë edhe për martesë edhe kështu. Edhe sikur u ka thënë prindërve të vet, për martesë mos më bëni garin se mendimi i atij, domethënë të ju shkruaj vajzave duke parë se çka studion, edhe çdo njëri që ka shkruajt në London për kasës që studion. Mirë, po ky e ka bën në atë mënyrën e vet, jo vetëm pse në të folmën, edhe pse në të folmën të varrit, sepse ajo është largu nga vendligjen në moshën pasi e mbaron shkollën 8 vjeçar atë. Edhe gjuhën letrare aq sa mund ta di, edhe pse ai ka vazhduar me shkollim atje, mirë po kthehet pas disa vitesh edhe fillon me këtë idenë e këtij. U shkruan vajzave, mirë po ky u shkruan poezi, se dikush një shok i ka thënë gjithmonë për kështu subjektiv, i ka thënë duhet edhe poezia me edhe poezia të u shkruash aty kështu. I thot po, unë gramatikën se di, kështu besi kanë. Edhe ai fillon u shkruan, edhe aq interesant për çdo lëndë, mirë po ky gjërat i thot me shaka se ka ditë se vajzat e kanë qejf edhe të çosh qeshin pak kështu, domethënë të bësh humor, edhe ky ngatron me qëllim pakës gjërat, për shembull kur nëse do keni rast të lexoni me vëmendje, për shembull në parlament gjërat i ngatron. Por me qëllim i ngatron, ama terminologjia e asaj lëndë është krejt aty. Edhe për shembull po ti marrin televizion ekspertë të lëndëve përkatëse, habitën do qeshin edhe ato, çfarë paska boki, paska gatruar gjërat, megjithatë i ka thënë. Edhe kështu ato vajzat njëherë marrin si domethënë në atë kohë si ishte, mbarën jo normale, pastaj
edhe kanë qejf, dhe më thonë t'i lexojnë. Dhe më thonë, projekti që i kishim në atërës nuk u realizuam, poezit mbetën, disa për tyre. Edhe tash, her pas here, postojnë në rrjetet sociale, poezit e mia, edhe dikush ishë interesuar. Edhe aktorja, për shembull, Hasim Mishin Sopire, Njivni edhe Jaski, i marrën para 10 vitesh, më duket ishin atë një televizion tjetër, i marrën dhe disa prej tyre i kanë lexuar. Edhe ata i kanë lexuar aq mirë sa dolën shumë bukur edhe më stimulonin ose më motivonin të shkruaj edhe më shumë. Unë vazhdoj të shkruaj. Pastaj doli edhe Xhevdet Qashari, ju e dini, ai MC Lifi, ai shkruajt i larg ishin, po, a ke diçka kështu ashtu si ke ti për mua? Edhe unë thashë, unë kam disa gjëra, më nuk e di sa do të përshtaten. Ja çova një 3-4 poezia, i kishë bëjë edhe si këngë, edhe interesant se ato poezi ishin pakës moshës më të vegjël, e shikojnë bas 2 javë, 2 milion kështu interesim që kish pas për rrasë dorën shumë mirë. Edhe kështu, unë vazhdova të shkruaj, pastaj më kanë shkruajtur edhe nga jashtë. Për shembull, ata sidomos ato të Dibrës së Shqipërisë, ka peshkopia, shkrimtar me emër, më kanë shkruajtur shumë bukur, përgëzojnë, vazhdo se kjo është diçka e rrallë, se as që e kemi menduar se mund të edhe bojnë krijime dhe kështu tamam perfekte me të gjitha kompozicionet, simetrinë e kështu. Vazhdo, vetëm vazhdo. Pastaj edhe më thellë. Një shkrimtare, letrare e njohur edhe përkthyeshe, domethënë nga Gjirokastër, edhe pse ajo ishte atëherë e moshuar. Kur i ka lexuar, thamë, vjen keq se nuk e kuptoj krejt, ama siç po e shoh, aq bukur i ke bën, saqë unë të sugjeroj që këto poezi të futen edhe në shkollat të mesme, sepse është motivim për të dashurat lëndën, ajo ashtu thamë. Edhe unë pastaj me shok, me ata që me vërtet më ka dashur të mirën, se unë gjithmonë kam pas ngurrim. Po to be, se ti e dim që shkruan mirë, unë gjithmonë, jo, pastaj u dorëzova, edhe tash e kam vendosur që të filloj me botimet, e fillova me këtë. Tash pse në dialektin tetovar, këto poezi, po t'i bëja në gjuhën letrare, ndoshta nuk do ta kishin atë efektin. Se unë marr shembull për shembull në Itali që ku jam, disa figura të njohura, shkrimtar, artist, këngëtar, ju e keni të njohur në dialektin napoletan. Do të thonë, ato e ruhen atë, ose disa shprehje, edhe dalën më të bukura, edhe thonë vetëm kështu dele bukur. Edhe prandaj thash se kemi ne për shembull duke hyrë më vedhë në folklorin tonë, kam zbuluar gjëra shumë interesante. Le fjalë të reja që ndonjëra është edhe fjalor, për që s'përdoret, ndonjëra nuk është fare fjalor, që përdoret vetëm te ne, po edhe frazeologjizma, idioma të bukura që edhe tash a meritojnë të bëhet një libër, e meritojnë. Edhe mendoj se është herë e parë që e dokumentuar, diçka e bukur jo nga populli, po nga një njeri. Këtu ka edhe diçka tjetër, për mua duhet që jetë me interes, sepse ka gjëra, domethënë është e lidhur ajo, e thurur, e kaluara me të tashmen. Pastaj brezi i moçëm me këtë, domethënë si shkojnë edhe fjalë të reja, të shpikive të reja janë aty. Dhe jam ruajtur shumë, jam kujdesur që mos ketë pak barbarizma, mos ketë, sidomos slavizma, nuk ka, edhe kjo është, mendoj se një punë që është dashur më shumë kujdes dhe përkushtim. Mendoj se ja kam arritur, që nuk e di si do jemi me kohën, nëse keni ndonjë pyetje tjetër. Sigurisht, patjetër, do flasim edhe në pjesën tjetër, sepse ju keni qenë tek shkruesi edhe i disa këngëve qysh në fillimet e para të legjendës pra grupit Elita 5, por sigurisht do flasim në pjesën tjetër për të folur pak për këtë që e përmendet ju, pra lirikat janë në dialektin tetovar, do të dëshironim që t'i dëgjonim në fakt nga Enesa, e cila gjithashtu ka recituar edhe në promovimin tuaj, për ta parë nga afër se cilat janë këto poezi në dialektin tetovar dhe si janë shkruar. Shkruaj çdo rast, vetëm pak me qira fjala, po kur u bë promovimi, kisha nevojë për disa recitues, erdhën kjo vajza, njëra nga ata, që erdhën recituan dhe kanë recituar aq bukur, se edhe unë emocionova,
edhe ende s'm kalon ajo që ti Emocioni. s'di si ta shpreh mirë një. Njëra prej tyre është vajza që kemi këtu. Nesa. E lusim që edhe prezantohet kush është, që edhe çfarë poezi do lexoj. Po. Unë jam Enesa Fetaj dhe dua ta recitoj këtë poezi, do i lexoj 2 poezi, por në fillim do e filloj me E folmja jon. Urdhroj Nesa. E folmja jon, sa e maj, sa e shajshët, sa e omëll, si flati kur bien ftar, si kajmaki për majtomëll. E ne pse i thunë të tovare, e folin pi shkupit e ndibër, ki dialekt më rëndësit madhe, meriton të fajtim libër. Pi se është kur dis dinjoja, e kanë përdor të parët tonë, kitë brezat, gjene cocnoja, me kajka i kanë dhonë një hanë. Me këtë forme kemi qesh, me këtë forme kemi qa. Për çdo rast kur është desh, hilet e hasmit i kemi sha. Ndoshta duket e zametshme, për ato gjithse kuptojnë, për dikont është e lezetshme, sa knaqet kur në ngjon. Unë që mire me kultur, as njëherë se lama dore, e konsideroj si dë një ur, i dit dialekteve kryesore. Si kitë gjuhët, kjo njësoj, ka zhargone e proverba, bile trit kur janë dashura, me këtë kanë shkruajt letra. Dikush mendon se o zamet, shkruhen tekste a poezi. Me e marrë njeri me seriozitet, i dalin krimet si i gji. Shumë e bukur Enesa, një recitim i jashtëzakonshëm, njëkohësisht edhe një shkruar shumë e bukur. Ju përgëzojmë që të dyve, edhe për punën e madhe edhe për recitimin. Edhe unë me të vërtet më kanë gëzuar shumë që nëherë pranuan të vinë, edhe aq bukur i kanë recituar se unë thash edhe pak më parë, shumë mirë. Po do kemi rastin edhe recitues të tjera, edhe prandaj mendoj se meritojnë më shumë këto vajza, edhe në për evente tjera ose diçka, domethënë që të lexojnë ose të interpretojnë diçka, domethënë me vlerë. Patjetër, në pjesën tjetër të emisionit do të ndërlidhemi edhe me 2 vajza tjera të cilët poshtu do të lexojnë poezitë. Megjithatë, tani të vazhdojmë tek biseda jonë. Përmenda pak më herët që ju jeni tek shkruesi i shumë këngëve të legjendës Elita Pes, një ndër to është kënga e cila është bërë hit, kënga e madhe Al Capone. Të flasim pak për këtë eksperiencë tuajën si tek shkrues? Po mund të flasim, po kështu, jam autori teksteve të para të Elitës Pes, të grupit atër të sapo formuar, është një kohë shumë e të shkuar, domethënë kur jam bërë të gjëra. Atër merresha me krijime, doja letërsinë, mundohesha domethënë shkruaja aty këtu do një poezi, si sa e kisha mbaruar gjimnazin. Edhe prap do ta them, kam thënë dikun tjetër, kisha një shoqe pikërisht motrën e Arif Ziberit, Hava Ziberi, që e përshëndes. Ajo më tha, duke njohur domethënë atë aftësinë time, tha pse nuk e provon shkruash tekste këngësh. Po ishte koha ende ajo, koha domethënë ish regjimi të atërshëm, edhe ish pak vështirë, duhet të kesh, edhe pse bëhe fjalë për të zhanreve, muzikë të zhanreve të reja, nuk kisha shumë përvojë. Dhe tjetra se duhet patër kujdes, domethënë më shumë alegori, më shumë edhe dashuri, por alegori. Edhe kështu që unë fillova të shkruaj, i shkruaj për një kohë kështu, më pak si një muaj. Ua ka dhënë atyre, ato i kanë bërë këngë, pas një 4-5 muaj ose 6, i kishin, se ishte vështirë, pastaj nuk kishim kështu studio, vetëm shkup atje ishte, jo kishim me shumë zamet edhe ato. Kështë dhënë mundësi në studio të inqizojnë, edhe dollën ato këngët e para, pastaj edhe të albumi 2 kanë qenë, pikrisht albumi 2 është kënga që përmendet, që u dha më shumë i hanë, që tash dikush thotë do të mbetet e pavdekshme. Sigurisht. Kënga Al Capone, edhe ka qenë një bashkëdijim, domethënë një simbios shumë e fortë. Janë gjëra që më bënë, sa atër kish idealizm, o bëje si duhet diçka, o mos e fillo, edhe ne, edhe ata, do më thonë, ja arritëm që të bëhet gjëra shumë të bukura, dhe prandaj edhe vazhdojnë të kenë atë madhështinë e tyre. Pastaj,
A kam fillu, a kam vazhdu? Kam vazhdu edhe me më të qenë me tekste këngësh, edhe me disa të ri, dhe më thonë nuk e di sa janë të njohur, u kam dhënë tekste këngësh, ato ju mundu, dhe më thonë, ta mbaj atë ritmin se kishim nevojë, dhe më thonë, me folklor, dhe më thonë, na kaloi jeta, neve, rinia, edhe kishim nevojë edhe për shkak, po, i letë që kishim nevojë, po unë doja ta gjej edhe te rock ose pop muzika, edhe aty të ketë diçka atë dashuri, mjafton që jetë shqip, domethënë. Dhe njëkohësisht ecim me ritmin e kohës, edhe pse ishim i vonesë, edhe domethënë këto kanë bërë një hap gjigant. Kjo, edhe disa faktorë tjerë, jo vetëm me figura tjera, dikush pikturë, dikush që sot njihen, pak ishin, ama jam bërë gjëra si duhet, edhe jam i gëzuar që kanë ndodhur shumë. Se gjithmonë kam qenë edhe qortues në disa raste, domethënë kundër klisheve, kundër gjërave, hajt pa që të bëhen poet, to nuk i kam dashur. Prandaj edhe unë vetë nuk, do kthehem prapa që pse nuk kam filluar që më herët në botime, se duke menduar, duke pasur atë drojën, ndoshta nuk jam tamam si duhet, prandaj kam qenë i kujdesshëm. Janë bërë gjëra shumë të mëdha, domethënë, ato jemi duke folur para 36 vite që kanë. Edhe kështu, edhe unë përveç atyre që tash jam më të famshëm, po edhe unë krahas atyre përmendet emri, domethënë ka qenë shumë mirë që ndodhi. Është kontributi juaj dhe ju përgëzojmë edhe për këtë pjesë. Si shkoi promovimi i librit, si kaluat në promovim, kush ju nderoi me praninë e tyre? Të them të drejtën, unë para promovimit kisha një lloj sikleti, si e natyrshme kjo, si do bëhet andaj, sidomos gjëra teknike dhe vetë pastaj çka do them, kush do marrë pjesë, ama mirë ndodhi edhe salla ishte mirë, salla ku i bën ushtrimet ato aktorët e teatrit. I falenderoj domethënë dekanin që na të fakultetit të artëve që na mundsoi këtë. Edhe ajo më e bukur që ishte që i dhënë domethënë tinguj ose që i dhënë gjyrimi asaj aty libri si Zambak, domethënë si Zambaku, si që dim, domethënë Zambaku del në sipërfaqe vetëm lulja dhe pjesa tjetër është në pedh ose në ujë. Domethënë ta quajmë këtë libër si Zambak i dha koloritin ose pigmentin prania e këtyre vajzave që kanë recituar aq bukur, jashtëzakonisht bukur, që i falenderoj dhe i përgëzoj dhe uroj suksese në të gjitha fushat, sidomos edhe këtu, në anën në fushën, domethënë në gjërat kulturore. Pastaj edhe ishte edhe ajo poete Merita Murllaj, me motrën e vet, njëra me flaut, njëra me violin, që me të vërtet ja dhanë tamam atë ne themi qershiza mbi tokë, domethënë, edhe kjo klishe, po shumë bukur, jam shumë i lumtur edhe nuk e di si ta shpreh mirënjohjen. Domethënë shumë mirë. Ka qenë edhe nderi i tyre që të jenë pjesë e një promovimi të tillë, padyshim. Po edhe pastaj harrovat edhe shumë ka pas, mendoj si ka pas njerëz, unë nuk i kam pa mos kush ka qenë prezant, ama ka pas shumë të interesuar. Edhe me qëra fjala se ka ndoshta edhe krijues si unë të këti, të më thonë, që merën me folklor dhe një krim kështu, vazhdojnë edhe ato të shkruajnë, nuk është mëkat, dhe më thonë, vazhdojnë të shkruajnë, pastaj të të shohën, gjithmonë duke ndetë besnik, gjuhë standarde, drejt shkrimit, aty duhet jemi pak më rigoros, ama edhe mos të harrojmë, për shembull, pse ta me gjuhën e nënës, unë për shembull paramendoj nga shkolla, edhe si gjimnazist, edhe më shumë, shkoj shtëpi edhe nanës t'i flasë unë në gjuhën letrare. Ku e di që e kompetent, kështu, do të thonë, këtë për nder të asaj se jemi mësuar, do të thonë, jemi rritur paktën 4-5 vjetët e parë të jetës, me ato zhargonet e fëmijërisë, me ato lojrat, me ato edhe do të thonë mos ta harrojmë, pastaj kemi gjëra shumë thesare që unë duke marrë me këtë kam zbuluar që e meritojnë, si që thaj dhe kjo të poezia, e meriton ta fajtim liber, hajtë shprehun. Edhe kështu do më thonë, edhe për këtë jam me të vërtet i lumtur që ndodhi, ose edhe dikush tjetër të kishë bërë të isha shumë krenar. Atëherë Nesa, të lexojmë edhe një tjetër poezi që e ke përzgjedhur. Biologjike.
a shumë zamet duket fakulteti mjekësis. Mjafton pak dish londën e biologjisë. Unë biologjin fillore hezbere pa ta ba. Emri të kitë qelizave i disha një ka një. Pa ta mësau për bimët, pistilin kotilendonët, për hormonet e ciklit e në kromozomet. Kitë qi farsimtari e në drinë 25, kur thojsha me aparatin e Golgjit bëjmë fotosintesë. Ju hakat një kotë, ku e ti sa studioni, ka vajnë e ka shkon dashnoja, prapë së në kuptoni. Flokët vuz bardhohen si mantilla toj, po prapë së në gjeni të orin, du pa i kinoj. Ajo so hormon gjygjondra e tajtën, po pi energjis madhe njerëzit i malitën. Nuk i gjindet me lem as ineksi, e në me konsmundje veto terapi. Me po rastisht dënise si gjotitën, rauzat bardha e të kuqe kitë t'i shkoklitën. Do njët gjisëm cao, pa dashnoj moraje, bisikletit bon si pula pa kraje. Ose si thoni ju, mduke dekapitim. Ajo me skon marë s'kish drejt pëshim. Eshe e në undi dënise, nuk jom qash naif. Oni se e kom grupin e gjakit, bë pozitiv. Shumë e bukur, e jashtëzakonshme dhe recituara yte Enesa të përgëzoj e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për këto emocione kaq të bukura. Faleminderit Renju. Nëse kemi kohë do të kishë në zore Patjetër, patjetër, sigurisht urdhroni. Vetëm më intereson fakti pse keni quajtur lirika majhoshe këto vare. Ma kanë bërë këtë pyetje shpesh. Lirika majhoshe, fjala majhoshe, domethënë shumica e di, sidomos Brezil. Majhoshe domethënë as tharët, as ëmbël. Prandaj, për shemb molla majhoshe, keni dëgjuar një mollë majhoshe e kështu. Edhe unë kam menduar se disa apo kjo është melodji nga turqisht, nuk është, në fjalor është, edhe më vjen keq se shumë pak përdoret. Diçka italianët e kanë agrodolce, tharët ëmbël, domethënë tok fjalë. Ne as e tharët as ëmbël, atë e kemi fjalën thon majhoshe, e dim pastaj se ka edhe gjëra tonë, edhe gjëra tarta tonë. Atë të dëgjojmë edhe një poezi nga ju, e shkruar nga ju dhe e recituar nga ju. E po duhet të gjej atë që mendoj se... Me që jam në Mërgin, në Gurbet, e zgjodha këtë poezi. Net Gurbetit, ma zuvaj juve i natë, se lavdrana me rabat, me kredija që i marëm, me nxaj i pagujmë ratat. Kotë të kotë me limuzina në qollon bushesëm. Kur vajnë koha për të këthaj, pa pare u dhe jesëm. Kitë në thonë, t'Italis, hish nuk dinë voziti. Ato të vendeve qera nuk e shohën vitin. Ne kur vajnë pi Gurbeti, dë një seha kasëm. Veshti ndryqim dhomën, e në bëjmë dë një darsë. Me 50 rapë të tovës, i bina o kollë më kollë. A nau se kimi të marëm, që të në ka përshdomë? Ja bon tantë, piqollomit, rabën e utonë. Me këtha e krajen, dikush i thotë, o shoqë, gjyqullon. E bëjnë si net hu një gjallë, gjelinën të rebosh, me të krajs me kalashash, havajnë dhe zrojnë posh. Bëjnë ma bet një di vetë, njën jo po kaharë. Shamizonët ishte meda, se atë dhe kisha marë. Cauca, gra, cau, bilin e burën, i mbushin traktorat, rabat, e në shkojnë lipin pullë. Për fukarat mos u vaje, hiq as keq as mbare, se në ato mazide bëshin, si kur kishin pare. Ju gjini për en vilat, pak dhe në doroni, se nuk ina kush e dikush, qashtë sa ju mendoni. Menzaj se sadrin bajnë, 3 japa një muj, se veç parti jone di, si është vendi huj. Leni me këto piqet bajate, se na kini mërzit. Aha, kur pas ke ardhë, dërësh dhe një dit? Nuk thom ju të na prajtni me te menanjën kom, a më jot në sad një dilin, baj kraje një plon. Shumë e bukur. Në fakt, kjo një forë loj apeli edhe për mërgjimtarët edhe për venda, si të ripresin. Poezia shkrujt para 5-6 vitesh,
kishte abe këto të grupetit, edhe ne me këto dhe më thonë qërtoshim, kush i ka fërë, edhe unë e tregoj, kush jemi ne, ama edhe ju kush jeni, jeni këto muhabete dhe më thonë se mirë jemi, kështu si jemi. Shumë i bukur, në fakt dhe mënyra të recituarës në dialektin tetovare ka atë peshën e vetë. Po, harova ta them, kjo ka qenë vështirë, mendoj se do ta kenë vështirë këto vajzat, se jo, më thonë brezit, ndoshta edhe gjuma pak është ta quhem me avansuar dhe ndoshta pak e përdorin, sidomos unë e ka atë frymën e dervenit, dhe më thonë, unë të mjobe si ka të të, jo. Edhe ka qenë vështirë, a më shumë mirë i the kësaj E është zakonshme dhe gjuhën e trupit ashtu e përshtatje e nesa edhe me poezinë, me recitimin, kështu që e dha besoj provimin për sa i përket të folurës publike. Shumë mirë, ju uroj arritje të kenë sa më shumë suksese. E nesa cilat ishte porosia jute për moshatarët e tu? Sikush të filloj të shkruaj. Shkrimi është i bukur për secilin. Kështu që filloj shkruaj dhe mëso. Sa më shumë. Po se kjo vetë nuk tha, po dhe kjo shkruajnë, edhe herëve tjere kam taku, shkruajnë do një poezi dhe këto, marrën pjesë në për kështu, orë letrare, gjyra ndryshme. Kujdiet, ndoshta në të ardhmen dhe këto do të bëhen tek shkruese të grupeve të famshme mbase të këngëve të grupeve. Jo, urojmë përzemërsisht. Padyshim. Do kishi dashur të falenderoni dhe që keni bashkëpunuar me këtë libër? Po unë falenderoj për në radhë parat që përmenda pak më parë, shokun tim, edhe shkollë fillore, gjimnase, që kem qenë bashkë një ostë, gjë liber gati e kemi realizuar një Enver Niziri, botuesi, album 21 shtëpia botuesi, në radhë të parë, pas të disa shokë që më kanë dashur të mirën, që më kanë sugjeruar, bile edhe me, më thonë, kanë nisituar kështu, me kam gulli, kanë qenë edhe trept, vetëm që unë dalë, në si përfaqe me botime dhe shumë shokë. Arsimtare në këtyre mua Gjerarunin nga shkolla e fshatit Drebosh për mund gjithmonë ka pas dyrët e hapura. Më kanë thirë edhe në orë letrare dhe kështu dhe më thonë. Edhe pastaj edhe redaktorja ka bosh një punë shumë madhe përveç redaktimit, po edhe përgatitjen e librit, recenzenti Syria Temi e njihni me siguri edhe lektorja që edhe ajo në Shkup. Thonë, përgjithësi po edhe një falenderim pjesëmarrësve, edhe ata që më kanë shkruajt pas. Më thonë, më shkruan shumë mirë, përgëzoj. Shumë e rëndësishme. Po, libri tjetër nuk e dia do jetë më kështu, do jetë në gjuhën letrare, mendoj, poezi, pas edhe prozë kam edhe gjëra tjera, që shpresojnë të bëhen kështu, si kemi fillu, si duhet, ashtu si shma sugjeroj shokë. Kjo ishte. Po nëse do kemi edhe mund të bëhet edhe libri dytë kështu, mund të bëhet edhe ndonjë pjesë teatrale në të formën tonë. Po, në të unë e them shpesh, unë shoh kur të takoj të ata që nuk janë të treve son, më thonë, shambe kom qif, ta mësoj gjuhën tu, jam se ne këthi, e kuptoj për se ne këthi, e di kështu, edhe në të kështu, ju e di që qeshni me ne, ama të pak të mos nga përqeshni. Jo, simpatik. Dhe më thonë, këtë kam dashurtari, qeshni, për mos nga përqeshni. Sigurisht. Unë ju falenderoj shumë që ndatë nga dita juaj sot për të na nderuar, për të na sjellur këto emocione kaq të bukura, tetovare edhe në emisionin tonë. Ne me juve në fakt do të përshëndetemi, por do të kalojmë edhe me dy vajza të tjera që kanë qenë recituese të poezive tuaja në promovim. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Faleminderit edhe juve, miru takosh ndonjëherë tjetër. Patjetër ndonjë emision tjetër. Enesa, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Kënaqësi që ju njoha. Faleminderit, kënaqësia ishte gjitha jona. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e parë me personalitetet e parë të ditës. Këtu do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi me dy recitueset e dyta. Të nderuar shikues, pra u rikthyem në pjesën e dytë, përmenda pak më herët kur u ndërlidhem me temën e ditës dhe personalitetin e ditës, që në pjesën e dytë të pasdites do të recitojmë disa nga poezitë të autorit të mirënjohur Liri Malia, janë pikërisht këto nxënëset të cilët kanë marrë pjesë dhe në promovimin e librit të tij të titulluar si Lirika Majhoshe Tetovare. Nder dhe kënaqësi që sot në studio të kemi dhe Fjolla Saitin dhe Sembra Aliun. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Është kënaqësi që sot të jemi pjesë e këtij emisioni kushtuar librit të fjalës artistike.
Faleminderit shumë. Gjithashtu kemi edhe Fjollën. Fjolla, mirë se erdhe. Po, përshëndetje, mirë se u gjetëm. Kënaqësia është e jona, faleminderit për ftesën. Ne kemi patur këtë si dëshirë dhe faleminderit që e realizuat. Për ne është hera e parë dhe është një emocion i dyfisht. Faleminderit. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Sigurisht janë emocione pozitive të bukura, sepse do të flasim për librin, për të bukurën, për shkrimet. Atëherë Semra, fillimisht si u ndjeve që more pjesë në një promovim të tillë të rëndësishëm? Ishte një ndjenjë kështu e papërshkrueshme. Unë edhe personalisht vetë merrem me shkrime, me poezi. Ato që merren me poezi, me shkrime, e kuptojnë më së miri se çfarë është të përshkruash ndjenjën që realisht e ndjen një person. Unë jam nxënëse në shkollën fillore Fanoli dhe sot kam nderin të recitoj njërin nga poezitë e autorit Liri Malia. Atëherë të dëgjojmë fillimisht një poezi, të shohim edhe mënyrën e të recituarit. Meqense të shkruar ishte shumë e bukur, por shohim se si recitohen. Njërën nga poezitë që kam recituar edhe në promovimin e tij të librit. Shkollimi, dikur e në shtaj. E në pse në atë vaktin ton, kushtet katastrofë. Po për të mësau si duhet, vullnet kishim me kovë. Përveç s'komës madhe, e në lisht ka parët, plus pak paralele, bojshin për shqiptarët. Të tova të rishin, 4 shkollat mesme. Pika kit onët vajshin, bile e mpi prespe. Neve të katandit kraja, na u bofte si karpuza. Gjithë ditën e lumë me vajshin, veç djallë të puza. Vërtejimi më ndau shumë, e kemi pas zort. Po tepër kemi mësa, si sot profesor. Babat e shtajshëm, me nherë marën mali. Hu gjumë me kërsne, mos ma qurë të gjali. Me kalzau për klasat, do shta suzijat bes. Mbaj 3 gjë, a ca, 4-5. Me ca së më folqim, veç dhe njëherë radhë, atëherë kur i pajqim, a kemi penkallë? Në ke përcëllëshim modën, tulli farë marke, kitë mot-moti ka përcite, me ditre palrake. Se ne mbrojshim kur njëherë, të Armania Gucci, po një se 3 veshim, nëherë unë, herë babuqi. Juve shtaj vullnetin, va ka hongë ruki. Va merë vaktin Viberi, WhatsAppi, Facebooki. Sot va boj një urim, po se disa të njojni. Thenja komën shtajtonit, e në najs një mësoni. Shumë e bukur, në fakt në fund një mesazh i jashtëzakonshëm për të rinj që të fillojnë të mësojnë, ata të cilët nuk kanë filluar në fakt dhe të fillojnë të lexojnë mbi gjitha, apo jo. Si ndjehesh realisht Semra kur i lexon këto poezi kaq të bukura, por në dialektin tetovar? Unë personalisht është hera parë që lexoj këtë poezi në këtë lloj dialekti. Personalisht mund të them që nëse 5 herë lexoj të njëjtin libër, nuk besoj se do bezdisem. Janë shumë poezi interesante. Edhe mënyra të shkruarit e jashtëzakonshme dhe mënyra se si ju e lexoni tamam ashtu siç duhet, siç e thash edhe më herët me nxënësen paraprake Enesën, edhe gjuha e trupit flet shumë bukur për atë që ju e lexoni. Ju përgëzoj për recitimin tuaj. Atëherë Fjolla, ti cilën poezi do e recitosh? Unë kam zgjedhur një poezi me gramatik që jam shumë e entuziazmuar që e kam marrë këtë poezi. E kemi përzgjedhur që të bëhet ideale për moshat tona dhe shpresoj që ta kemi kënaqur zotëri Liri Malia, një poet shumë i madh. Dhe jemi të privilegjuara për këtë gjë, dhe gjej kohë pak dhe ta falenderoj mësuesin Moxher Aruni, që asnjëherë nuk na lën basdore, çdo herë përkushtohet dhe me gjithë ndihmën e tij si sa mundet, çdo herë pas nesh, e falenderoj shumë. Tani gjërastin ta lexoj. Me gramatik. Më kanë thonë se ta e studion gjuhë dhe letërsi. Mos mendo se gramatikën unë hiç nuk e di. Më ngatro me pjesore, fjalë, morfologjie. Se në lakoj emnin tënd se shumë të shkurt e kije. Qëtër mënirë unë nuk njo, veç atë dëshirore. Ma fraj kajde, ma më qotë pres, dë bohëm për cjellore. Me një vakët, sa marë në di, ishim kompozit. Ashtajmë ke bo këpujore, traupi më malit. Zdi si ti fajti fjallët në thojza, as të përdori klapa. Në gjikon, a shiqare, e thonë. S'heci para mbrapa. Mos e te pro me para fjallë, veç të mbojshën nga tresa. Si unë gjifoli unë bas shpajne, as me pra pashtesa. Nësaua e se zdi ti përdori shenjat e piksimit. Prap dëgjoja mama i ridi se ju të arsimit. Pse në këthaue fjalit majra, po veç me kundrina.
mos vavim frazave klapat, se mduken si brinja. Nëse zgjem dë një mbjemër, një ndaj folje fajtja. Veç ta di pionës tonde, si do t'jese trajta. Nauk më së ndej kur dë shkoj, najsish me pas firma. Lutje tauja atëherë do jenë, si vjershat parima. Mos u përdrit si pikpitje t'lakosh si hark. Të më këzdisish pik qudicët të t'ingullim bark. Fenderi. Shumë e bukur. Në fakt e ka të pjesën e humorit poezia e Zotri Alias në vjershat e tij, domethënë e ka në poezitë e tij e ka edhe dozën e humorit që jep edhe më shumë hijeshi. Po, kjo të bën përkushtuar që mos të bëhet monoton edhe poezia. Besoj që kjo është ajo që bën më shumë interesante. Semra ti merresh me shkrimin? Po, personalisht shkruaj, nuk kam promovuar ende ndonjë libër, po presim që ta botosh një libër, ke shumë shkrime, ke shumë dorëshkrime të... Kam shumë poezi, edhe proza gjithashtu. Jam duke shkruar, duke vazhduar edhe duke menduar për një promovim të librit. Falë mësuesi që na e përkrahje, besoj se do ketë shpejt. Dua të shtoj edhe një falënderim për mësuesin tonë të gjuhës shqipe Muhaxher Haruni, i cili nuk ndalon duke na mbështetur dhe përkrahur në gjithë rrugëtimet tona. Na ka bërë shumë atlet për shkrimet e poezisë që ne i shkruajmë. Ne jemi shumë të kënaqura se pak kemi marrë ndriçim nga poeti Lirim Alia. Shumë pak me anë të recitimit. Shumë e bukur dhe ne falenderojmë për motivin e madh të arsimtarin Muhaxher Haruni që ju jep të rinjve tanë, sepse kemi pasur dhe shumë të rinë në emisionet tona që kanë botuar libra e që e kanë pasur si motiv apo si shembull mund të quhet lirisht arsimtarin e tyre dhe kjo është shumë e bukur për një mision të mësuesisë. Një pasqyrim, po për ne është. Gëzohem shumë. Atëherë Semra do ta recitojmë dhe një poezi tjetër apo? Sigurisht. Do paj ka shajvi. Do paj ka shajvi, ranë bëgjom. Hapa së zbërtaj mali mor. Të kujta u dogja, u bona shkrom. Vitin e ndaj i këputët komedor. Do paj ka shajvi, ranë bëgjom. Kujtaj mi përtaj merë si dënjerë. Jo mbet të me ndau si budal pron. Kusë më gjoja duhena, as shajf në as njëherë. Ka thonë ma para, a gja Heraklit. Vdekmit me vdekmit, gjallët me gjallët. Ama më duket se hip se ka gjudit. Se taj më kësha më kelon varët. Në u këti dje, a ishe taj saglon. Të pash me një qeter në shehër të shëtajt. Pivnerit, si kom shel sajt pron. Dunjoja ka e prapa më vërdet. Me hesab kjo pun dhe jese halis. Isharetet mdalet kot jum të hakat. Bile pinatit, ta i gjim ke këzdis, emnin të ta prajshi, në gjom gjë kom hukat. Vërtet shumë e bukur. Semra, cilat ishte mesazhi dhe porosia yte për të rinjët dhe moshatarët e tu? Unë, si nxënëse e klasës 9, mund të them që të rinjët sot, gjenerata që është sot, duhet të lexojnë më shumë, të shkruan dhe të përshkushtohen në vetën të tyre. Sepse gjëja më kryesore është vetbesimi. Nëse nuk ke vetbesim, nuk besoj që mund të vazhdosh për atë që ti e ke qëllimin. Kur ke një qëllim, mund të arrish. Sigurisht, unë ju përgëzoj shumë për punën që bëni tani për tani, edhe pse jeni në një moshë të re, por jam shumë e sigurt që në të ardhmen do të keni dhe shumë suksese nëse vazhdoni me këtë vullnet dhe këtë elan për punë që sigurisht. Fjolla, porosia yte për të rinjët? Duhet të thoya se një gjë shumë e rëndësishme është se me punë arrihet gjithçka në jetë. Kështu që mësoni, lexoni, përmirësoni veten kur shihni se keni gabim, që të arrini qëllimet që keni në jetë. Po, kjo është shumë e rëndësishme. Vajza, unë ju falenderoj shumë edhe njëherë ju përgëzoj për mënyrën e të recituarit dhe leximin e jashtëzakonshëm. Dhe ju dëshiroj shumë suksese dhe ju mirpres sërish në emisionet tona për tema që kanë bërë shumë që na bët realitet këtë ëndër në sirtal që kishim. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte jote. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa e dytë me personalitetet, ndërkaq ne do të ndërlidhemi me edicionin informativ të orës 15 dhe rikthehemi me të ftuarën e radhës.